sikurse e përmend edhe vazhdimisht e kam thonë, Allahu a'lem, veç Allahu e din sa ushtri shpartallohen, e smbrapsën, e sa plane rënon, kur ne ullën karrikë rahat themi, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Të zën, jomul qiyame, Allahu ti prezenton qërë u bjam, ti e thëshe këta, shiko qëfar kam bërë unë si përgjigje, të merrohesh Allah kur eshe, të merrohesh sa rëgjit ka rrëthu, dhe Allah i ka shpartallu me këtë sura. Andaj ndije këtë begati, të themi këtë surë me ma tepër për kushtim dhe Allah xhalla xhelalu, duke qenë të bindur se vetëm Allah mund të na ruan nga këto sherrë. Kjo është Kurani. Kjo është roli i tij në jetën tonë të përditshme, që kështu ta përjetojmë begatinë e Allahut, ta ndijmë në shpirtin ton kujdeset i ndaj neve. Dhe gjithashtu ti mësojmë edhe fëmijët tonë me këtë kujdese, që ta dojmë këtë Allah. Ta dojmë ta kuptojmë se ai na don. Çka i duhemi na atij që po na ruan? Kurrë vallahi. Çka mund me lën këtë dynën lëmsh më u bë? Edhe kur far shqetësimi për të sparaqet. Apo ti e mban qetësinë shpitone, pse ty dy rahatia, apo se më bë shku lëm shtëpia, edhe ti bësh pjesë e këtij lumshi. Apo andaj mund rënin. E po nëse bëhet lëmsh dynjaja, çfarë shqetësimi ka për Allahun? E aprish qetësinë? Ose rahatina? Pse e ruan këtë dynjë? Me tërë këtë shërë që grumbullu. A dinë edhe sa njëri i pandershëm, sa njëri që për një epsh dvetin është në gjendje dynjen me do për gjyst. Dhe ka arsenal ushtarak të madh në dorë vet, ka në dorë vet. Dhe Allahu ala po na ruan atë. Jo pse ata ndershëm burrat mirë, jo sa për ta pejmati i shkollë dynjaja. Por Allahu xhalla wala është ka ruan këtë dynjë. Është ka i angazhon dikun tjetër apo jo që në një mend tjetër, kjo çu që bën Allahu na nuk e dim, por megjithatë aq shumë armatim ka sot në botë. Apo thoshë njerëz kanë thonë me bu krejt me dohet për gjys tokë. Allah le ma dohet për gjys tokë, nuk e dim, po spaku njerëz e dim që bajegi shumë dëmtohen atë. Dhe këto pulla dhe susta nuk janë duart të atyre që janë të lidhur me Allahun dhe me ahiretin, apo? Po janë të lidhur me interesin e vet të ngushtë. Pak me bëm ju rreziku interesi, ai spritar me apre këtë sustën atë. Dhe Allahu po na ruan halava. A nuk ka begati? E kështu më radhë të shumta që mund t'i përmendim. Që duhet t'i ndim këto begati dhe këtë kujdes të madh të Allahu xhallahu ala që e bën ndaj neve.